Si duket çifti Brikena Mateo da Sara? Jo, po jep një shembull të mirë, prandaj edhe po jep shembullin e një djali për cilin Shqipëria ka nevojë me Mateon. Edhe gjesti që bëri në fund kur takoi maman ishte vërtet një gjest prej gentlemani. Mendoj që ka qenë e gjitha e kopsitur nga ana produksionit sepse dinin që do ta godisnin me rrëfimin që përmendte familjen dhe në fakt u rrënua Brikena. Dhe pastaj i nxorën maman pikërisht për t'i metabolizuar ato emocione që ajo kishte. Dëgjoj, kot nuk të shpresa vdes e fundit. Ai do mundohet, do tentoj, por më sa kam parë unë, Brikena domethënë nuk besoj se do ketë hapësira dhe mundësi që ato të kenë një flirt aty brenda shtëpisë. Jashtë pastaj nuk di çfarë do të them, por aty e shoh Brikenën të fokusuar tek loja, përsa i përket Mateos, po mirë, një pyetje, ti thua Brikenën është të fokusuar te loja, por loja vetëm e Brikenës, për së vërtetës, është Mateo. Se Brikena në atë shtëpi që kur ka hyrë, nuk ka asnjë dinamik tjetër përveç Mateo ka hyrë me vonesë dhe Mateo e ka çakorduar pak me hyrjen e tij, sepse normalisht ai nuk e priste.